s'ke nevojë të bësh biseda në cepa. Amber Danjas, ke ndryshuar që kur. Big Brother VIP Albania 4, një debat i ri ka lindur mes Amberit dhe Danjas në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4, ku tensionet duket se po shtohen çdo ditë. Kësaj here, ishte Amber ajo që e akuzoi Danjën për sjellje të ndryshme nga më parë, duke e vënë në dyshim sinqeritetin e saj, teksa disa banorë po diskutonin në grupe të vogla. Amber nuk e fsheu bezdinë e saj dhe ju drejtua Danjës me tone të forta. S'ke nevojë të bësh biseda në cepa, duke lënë të kuptohet se ajo po fliste fshehurazi me persona të caktuar dhe po vepronte ndryshe nga më parë. Danja, e cila nuk e priti mirë këtë koment, u përpoq të mbrojë duke thënë se nuk kishte ndryshuar, por Amber vijoi duke i thënë, ke ndryshuar që kur, por nuk e përfundoi fjalinë, duke lënë të kuptohet se kishte diçka më shumë për të thënë. Ky moment ndezi kurreshtjen e banorëve të tjerë, të cilët mbetën duke ndjekur debatin me vëmendje. Danja u përpoq të kalonte situatën me indiferencë, por nuk mundi të fshihte nervozizmin e saj. Nga ana tjetër, Amber nuk ndaloi me kaq dhe vijoi të nënvizonte se sjellja e Danjës ka ndryshuar dukshëm, duke shtuar spekulime mes banorëve. Ndërkohë, kjo përplasje ka ngjallur shumë reagime edhe në rrjetet sociale, ku fansat po spekulojnë mbi arsyen e vërtetë pas akuzës së Amberit. A është Danja duke ndjekur një strategji të re, apo thjesht një keqkuptim mes dy vajzave? Mbetet për t'u parë se si do të zhvillohet ky konflikt në ditët në vijim në Big Brother VIP Albania 4.